Zotiroj, në optikën tuaj, si keni parë protestat që nga fillimi deri më sot dhe sa gjasa ka që këto protesta duke nisur në shtatorje tutje të rrëzojnë nga pushteti Edi Ramën. Pra, a e shikoni tek këto protesta një korac, po themi të atill politike që mund formohet për ta rrëzuar vërtet kryeministrin e Shqipërisë? Unë që në fillim i kam parë këto protesta më gjerë se sa thjesht protesta për të rrëzuar njërin apo tjetrin. Këto protesta, mënyra se si filloi dhe mënyra se si janë mbajtur për ditë dhe mënyra se si janë zhvilluar, na tregojnë që Paria e Tiranës dhe ajo që ka bërë Paria e Tiranës, e cila sot është nën kryesimin e Edi Ramës si kryeministër, ka dështuar. Projekti i saj politik, ekonomik dhe shoqëror është më se i dështuar dhe kjo po bëhet për ditë më e qartë për sa më shumë qytetar të mundur. Përveç kësaj, Paria e Tiranës tani më nuk ka zgjedhje tjetër përveç se ta shes Shqipërinë, ta jap Shqipërinë me koncesione në atë fillim dhe tani ta shes krejtësisht. Në një vend ku Paria e Tiranës ishte fillimisht pronar, tani më nuk është më as pronari. Shqipëria ka kaluar në duart e sindikatët ndërkombëtare të krimit dhe si tillë tani më roli i Paris nga kontrollues të pushtetit është tani më thjesht në sekser të pushtetit, në qehallar të pronarit madh, janë të detyruar që të mbyllin syt, të mbyllin veshët, të mbyllin gojën dhe të bëjnë atë që i detyrohen pronarëve të tyre të mëdhej, me një objektiv të vetëm në mendje që është pasurimi i vetes për parinë. Ndërkohë këtë po e kuptojnë shumë më shumë shqiptar dhe ky është thelbi i këtyre protestave. Pra shqiptarët kanë kuptuar që sistemi është jo thjesht i kalbëzuar, por i ndërtuar kundër shqiptarëve, i ndërtuar kundër nesh, kundër gjithkujt që ndjen veten shqiptar. Sistemi nuk është thjesht oligarkik, po është i kapur në të gjitha hallkat e veta. Dhe është interesat ekonomike të Shqipërisë janë shitur prurësit më të parë dhe në këtë rast sindikatët ndërkombëtare të krimit. Situata shoqërore nuk është thjesht e dëshpëruar, nuk është thjesht që ka përfunduar arsimi, ka përfunduar në shëndetësia, kanë ikur të gjitha në drejtim të paditur, janë kthyer të gjitha në sekserllëqe për para dhe çdo gjë e mirë që mund të bën te një shteti shqiptar nuk e bën më. Të gjitha këto kanë dhe vetëm një burim, e cila është Paria e Tiranës. Dhe si të tilla protestat janë kanalizuar kundër sistemit, në ndryshimin e sistemit, në krijimin e një sistemi të ri, politik, ekonomik dhe shoqëror, që do të ishte në gjykimin tim sistemi më i mirë dhe më i duhur për shqiptarët sot është shtetkombi, ose për ta thënë më thjesht që ta kuptojnë të gjithë, se ndoshta fjala shtetkombi tremb disa njerëz, një shtet i shqiptarëve për shqiptarët. Pra, ky është thelbi i asaj që kërkojnë protestat. Pavarësisht se brenda protestave pastaj ka grupime të ndryshme, sigurisht që Paria e Tiranës është përpjekur me të gjitha mënyrat e veta që ta kontrollojë këtë protestë. Brenda protestës ka, siç e kemi thënë më parë në këtë podcast, grupet e ushujzave që pinë gjak nga protesta, që janë pjesë të politikës aktive, ka shumë të tjerë që punojnë për njerëz që nuk janë tani më në politikë aktive, që janë burg si Ilir Meta dhe Erion Veliaj, të cilët janë duke punuar fort brenda protestës, por ajo që vlen dhe ajo që ka mbetur gjatë gjithë këtyre ditëve dhe muajve të protestës është se shpirti i protestës është i duhuri. Shpirti i protestës është ai që shqiptarët nuk duan më të jetojnë si sklever, jo më larg se sa sot kryeministri doli dhe u tall me emigrantët që rikthehen në Shqipëri, të cilët kërkojnë një sistem të ri. U tall sepse ishte vetmi segment që Paria e Tiranës ka frikë realisht, sepse diaspora është i vetmi segment që nuk kapet dot nga interesat e Paris, pavarësisht se ata i kanë dërguar njerëzit e tyre në gjitha vendet e mundshme dhe në të gjitha organizatat e diasporës të mundshme, por ka një shpirt pasërtie tek diaspora shqiptare në përgjithësi, e cila mund ta rrezikojë Parinë. Tani nga kjo duhet dalim edhe në një pikë tjetër që është e rëndësishme për të thënë. Kjo protestë deri më sot nuk kam rritur dot të krijojë mesazhin e qartë për një shtet kombë të shqiptarëve.
Brenda saj ka shumë njerëz të cilët e kuptojnë, sheshi, sipas eksperiencës time, e kupton në pikpamje të ndjesive se shteti i ri i shqiptarëve duhet të jetë për ne i ndërtuar në mënyrë të ndryshme nga ky i sotmi e të tjera. Por nuk është artikuluar qartë, nuk ka artikulim ende të qartë dhe të futur në një linjë të qartë ideologjike të protestës dhe ende po ka përplasje brenda saj për linjën dhe për vijen ideologjike të protestës. Unë mendoj që vjeshta, shtatori që t'jemi më të saktë, do t'jetë pjesa ku do të ndahet shapi nga sheqeri. Ose shqiptarët, ata që ndjejnë veten realisht shqiptar, do të rebelohen në mënyrë qytetare dhe do t'i kundërvihen kësaj parie me të gjitha llojet dhe format e mundshme. Që nga bojkotet, që nga të gjitha llojet e tjera, ose kjo protestë do të përfundojë në një protestë që i shërben shumë pak shqiptarëve dhe mund t'i shërbej kujt tjetër. Le të mos harrojmë që paria e Tiranës është jo vetëm që duke e shitur vendin, jo vetëm që e ka rënuar vendin ekonomikisht duke ndërtuar një ekonomi oligarkike, jo vetëm që i ka skllavëruar shqiptarët, por është duke i hedhur të gjitha hapat për krijimin e një konflikti me bazë fetare, sektare, rajonale, etnike në Shqipëri, i cili do të jetë shumë më i frikshëm se sa ajo që mendojnë njerëzit. Pra, nuk është thjesht çështje që a do ta heqim Edi Ramën nga pushteti, gjë që ai nuk ka merituar kur të jetë në pushtet, vetëm një popull kaq gjeneroz, kaq bujar, siç jemi ne shqiptarët, mund të jepte atij 20 e kusur vite pushtet. Ati dhe Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe gjithë tyre tjerëve, flerave të tjerë të kombit shqiptar që na kanë drejtuar në këto 36 vite. Por problemi themelor është mbijetesa e shqiptarëve. Nëse shqiptarët duan të mbijetojnë si një komb me gjak, me etni, me histori, duhet që të rebelohen sot. Jo nesër, jo pas nesër, jo mbas pushimeve, jo mbasi të kthehen nga fundjava, jo mbasi të kenë kryer ca punë të vogla se ashtu e kam një hall, duhet të rebelohen sot. Nëse nuk ka ndjeshmëri për këtë punë, atëherë paria do ta ketë thjesht që ta anashkaloj protestën dhe të krijoj kushtet që kjo protestë jetë njëra nga shumë gjërat e tjera, siç protesta në Shqipëri ka pasur gjithmonë. Puna është që kjo ka tjetër thelb. Kjo protestë ka tjetër bosht, ose duhet të ketë tjetër bosht. Dhe këtë do të tregoj vjeshta. A mendoni se paria po përpiqet që ta përçaj protestën, ta kap, ta shantazhoj apo ta përdor për interesat e saj, duke qenë se së fundmi ka pasur edhe përplasje fizike në protestë? Unë nuk do ndalesha shumë tek përplasje fizike, mua më duket një lloj papjekurie disave dhe keqdashësie disa të tjerëve që ende ka probleme në shpërndarjen e mesazhit, në shpërndarjen e mikrofonit. Nuk duhet të jetë kjo protestë në këtë lloj niveli, është një nivel që i volit jashtëzakonisht shumë Paris Tiranës. Niveli i protestës duhet të përqendrohet thelbësisht tek ideologjia. Dhe ideologjia është ideologjia është shqiptarët kanë nevojë për shtetin e tyre. Unë dhe kolegët e mi e quajmë Shtetkomb, kemi mbi 2 dekada që e themi, kemi ardhur në Tiranë, kemi publikuar materiale, pra është një zgjidhje ideologjike nga e cila nuk mund të shmanget dot më askush. As ata që janë armiqtë e saj, dhe ata e kuptojnë që i vetmi armik për parinë e Tiranës sot është shteti i shqiptarëve ose ai që e kemi quajtur Shtetkombi, se e kuptoj që shumë njerëz kur i thua Shtetkomb nuk arrin ta konceptojnë dot dhe e shohin pak si të çmendur, si të çuditshme. Mund ta themi me pak fjalë, është një shtet i shqiptarëve, një shtet që na shërben ne, që i shërben interesave tona, që krijon kushtet për gjithëkënd për të jetuar me nder në Shqipëri, që krijon kushtet që shqiptarët mos ikin, po të rrinë, e të rikthehen, edhe çdo energji shqiptare të konsolidohet brenda shtetit ton dhe shteti të jetë një instrument në mbrojtje të interesave të shqiptarëve dhe jo i kapur nga sindikata ndërkombëtare e krimit. Pra do ta shihja me pak kujdes këtë punën e raportimit të konflikteve, sepse nuk besoj që janë thelbi.